Fatmir Lima pas ka dal me lyp vota me qera. Vetë me veti, kështë i thonë, shko burë në bank, merri do kredit që atjen janë 25.000, 30.000 vota, hin kredit edhe kaljo pragin, po nuk dilet në konferencë për shtyp, bim në jo muë, 26.000, 20.000 vota, edhe unë me të mija, të kaloj pragin, i bajnë 6 deputete, tani në rona qeverie, në rëgjon Albin Kurtin. Ngone shka thet, besh ngone shka thet. Plus në parlamentin e Kosovës. Ngone. Po nëse partitë e mëdha i marrin këto 15.000 vota, sa deputet mund mi qumë tepër? 1 ose 2. Me 15.000 vota shtesë të nismes, në këtë listë, në numër 122, ne i fitojmë 6 deputet. I fitojnë me të dhonë, po? Nuk po flas vish ne, numër 122, po gjithë ata që dojnë ndryshimin e qeverisjes. Prandaj, mendoni pak. Si shpesa ndryshimit dhe mundësia ndryshimit. Mundësia ndryshimit është ndërruar meq, bashkëtar, shok, intelektuale, gazetare, analist. Mundësia ndryshimit aktualisht në këtë gjendje është nisma në parlament. 6 deputet. 6, ja 7 lypi. Pse 6 me lypi 7, 8, 10. Me 1 deputet plus dhe 2 deputet plus nuk ndryshohet qeverisja. Me 15.000 vota më shumë, 20.000 vota më shumë, me 1 deputet më shumë. Nuk e di pse s'pi lyp një 2-13, 15, kur të lyp shbele lyp mirë, se kur ai ishin konë do burra not, janë nësën me lyp, tha unë, vallai kam qef një stadion me marrë me pare, tjetëri, tha tonë një trenë, tjetëri një aeroplanë, njëni të dera atje, tha jo, bre, tha unë një qanë, tha më kishë mjaftu, edhe një qanë të vogël, të quen djemët, e vetë të rejnë, të bojnë, kështu më, për spital. Pse bre, tha bo pse nuk lype edhe ti su kur ata tjertë. Edhe kë, kur të lyp shbele lyp shumë, mos lyp vetë 6, lypi 2 majta, 3 majta, 5 majta. Kjo vazhdojnë, këtu menu se është në pazar, me ble lopën veresi ato, këtheme tani t'i jape, kur bje viteri, apet t'i ktheje, ngani, vesh ngani. Qërkus. 6 deputet, edhe kjo është ndryshimi cilësor që e presim. Apeli im është për gjithë ata që duan ndryshimin e qeverisjes, pavarësisht pëlqemi apo s'pëlqemi. Për gjithë ata që për një me besojnë që vendi do të shkuar në drejtimin e gabuar. Për gjithë ata të cilët kanë qenë zëdhënës, opozitar, i nevojës së ndryshimit të qeverisjes në Kosovë. Qëllim aty tje këtë analizë. Edhe shem do ta sheni se sa është interes nacional që 6 deputet nga kjo listë, nga numri 122, shkojnë në Parlamentin e Kosovës dhe të bashkohen me shokët e vetë. Interes nacional, dhe. Me konë interes nacional, a i poplit kështë votu më 50% o burë. A i nuk, për që ata të votuan vesh 2%, 2.5%. Se me konë ti interesi i kombit, interesi i Kosovës, interes nacional, me konë të këshin dha 50%, s'këshe pas nevoj me dalë me lyp 6 deputet heq, po i këshe marrë 50 si Albini. Po jo, në pazar të nuk mund është ti me menu, su kër jenë në pazar ato, me thonë, hajtë se unë e përbaj, qka duone? Për lypi, për marrë me qera, edhe tani, hajtë se javë kthej unë juve. Jo, bre, nuk shkon politika, qërë kjo alo, thët, ata me marrë 15.000 vota opozita, nashta mund me marrë një deputet, me marrën e 15.000, marrë 6 deputet, ta mërmenja që këtë matematikën e din këj përmensh. Po që, leve burë, po, beso për mëdhimet. Ngoni, hala vazhdojnë. Kjo është për një dhe kjo është faza 2 të bashkimit. Faza 2. Dhe kjo është e që unë mund bëj për hijet të gjithë atyre burave. Që tonë nuk mund të pa komentu. Faza 2 të bashkimit. Të aludu që kë, kur të në parlament me 6 deputet, kë bënd me për dëkën. Pa ta s'kanë marrë hesë që ta shbellim, e për të marrën ty masanena, por shkaj të volë burë, mës në shetë. Ma bre burë, mos e nuk je kërka, ku menu që ti je pak ma i meqëm, ta dha Albini në shansë, e refuzove të menu që je dikushe, e me të kërkushe. Po mos dilë më thonë, faza 2 bashkimi me PDK-n, ata s'kanë marrë asë në fazën e parë. Me kanë dënë më bashku, kur ata nuk janë të dashtë, pse për lyë është për mazë burë.
Që halo vazhdon ky, ngone. Unë kam bënë një premtim. Ha. Vetëm. Që Ata që janë këtu, edhe ata që janë këtu. Edhe sot, ky premtim po e them para jush. Angazhimi ynë do të jetë në këtë drejtim, do të shkojmë deri në fund në mundësi, për të dhënë mundësi ndryshimi. Nuk ndodhi. Gjërat e këtu janë gjëra që ndodhin. Nuk ka lidhje. Ka vështirësi, ne e kuptojmë. Ka vështirësi që në ndërtimin e listave, në ndërtimin e këtyre projekte, nuk janë thethë, nuk kanë përvojë politike. Po hajde. ja, s'po moj me dëru, por kopini që shto do politikonat, adese une për veti ku me nuk është shumë i mesëm, se kur del në televizion për kështu në debate televizive këtë filozof, adin të ato në kështu, ama pëse bjen ka shposht është me lu tjerve me dhonë 2.000 vota, 3.000 vota, me këqyr me blen vota me qera, ose me marrë me qera, ose kredit me hinë bank, me shku me marrë 25.000 vota, s'ko menu që kjo është ma jaftë në politik. Po ja, kësë të koka kërgonezë burë. Veç i merë në qafë që ata militantat e vetë që vota ty në shkon dam. Pse për dhamë dam se në qëse këse ka lënë pragun votat e këtina, 65% i kalojnë Albin Kurtit. Bëllit pak të në letë lirë, burë, që ata gjenë që ata 20.000 vetë, thoi votën e kanë dëne, mëse votën e mo neve sa ashtu kështu s'muna me kalu pragin, edhe paka shumë i një më nashtan nëj partijës tjetër. A PDK, a LDK, a s'pëdi dikuna, mund është minimum. Ama mi që dam 20.000 vota këtë, nuk shkon mus, matematika nuk pëmaru. Të e di që se kalën pragin. Se me konë 4.5 njëri mundohet, adin. Ama ku jenë 1.5, votus janë, si vjetë janë 1 milion votus. 1 milion votus, ty të vynë mas pak të do të mi pas 51.000 vota për me kalu pragin. Me 20.000 bjen 2% o burë. S'munë, shkërqysh nuk të arruk matematika, asa në shtajni me konë nuk mundet me të një muë, fatme. Po, tërë vera kadera, nuk e shfrydzove rastin të mashtrunë ata të PDK-s, të LDK-s, her njone, dhe ta ngollën mirë, edhe mas më romi thanë quksh, edhe në listë nuk të shtenën se te për listë, ke mojtë me që henë listë me LDK-n ose me PDK-n, po së morën as njone. Veç mashtrunë dhe sa nuk e bon qeveria, më jo mëse banti me Albinin qeverien, se na të morëm listë, mas më mes nuk morën as kërkun, as pragin, as anej, as knej. Ja, zotruna, isha Allah bëndë mirë, veç fatë mirë, tjetër herë ki kujdes, po tash do të me prita 4 vjetë tjera, po më vjen kesh, po këgja largë është me prita 4 vjetë. Shka bëndë të 4 vjetë nuk i dijet, adin, po do të me pritë bacit edhe 4 vjetë për me hinë zhjede tjera në qëse ki shancë. Nese për e përshëndes ka lënë një bukur krejt respekt. Përshëndetje, sot do të bisedojmë paka shumë për listat, që i kom pa listat për kandidat, vetë vendosës, LDK, PDK, AK, nisma krejt, po që kam bënë për shtypje shumë këto listat, të LDK-a 3 general i pashë. Edhe këshin qitë kështu në përlojme sa në 3 general në listën e LDK-s, të adin lavdima 3 general. E poshtë të këta të PDK-s 3 komandanta. Kër e poshtë Albin Kurti, e kësh pas veç një 20 ushtarë në listë. Thash këshër njeri meqëm, nuk mirët me generala me komandanta milionera, po mirët me poplin ushtarë që janë konë, janë listë për kandidatë. Ishin një 20-30, ishin në këtë listën që i poshtë një 20. Po këtë ushtarë, asë një komandant se shkon, interesant. Njëri që me ndonë për të ardhmen, e nuk me ndonë për milionera, i merë ushtarë normal që janë konë të që kësë, edhe ishte në listë, edhe nuk thët heq ma keqë, për tha mëne, saj se ka thonë asë njerë.
Po tash 20 ushtar në listë, e 3 general milionera, 3 komandanta milionera në tjetër anë, a din kur t'i ban krahasimin, është pak e çuditshme, po dihet Albini është Albin, ai s'ka kush që i del përpara, ke pa dhe kur e kap numrin e për votimin 106 maj, deli pari apet. Por ja ka dhënë Zoti nalt, nuk ka kush që e merr poshtë. Ku të kanë? Kishin dalë këta opozita, jo, po na jem në opozite, votën e opozitën. Tash bën e men, hala nuk mujnë me u përballu me ato, me thonë, ka dole se edhe Albini tash është në opozitë, se krejt janë zgjedhje, nuk ka mo opozitë. Krejt janë në opozitë, se krejt janë në zgjedhje tash. Po janë, edhe vetit nuk i besojnë që mujnë me konë në herë në qeveri. Në fakt edhe e din që nuk mujnë me konë, adin. Amo 1-2-1 thët opozita, jo me tash krejt janë opozitë. Edhe Albini është opozitë, se është ngarë, krejtin i ngarë. Nuk ka ato qeverie opozitë. Po s'mujnë këta me konceptu që këta një ditë mujnë me dalë për mi Albin Kurti. Adin edhe vetë ata nuk e menojnë, ndash besën e ndashmon nuk e menojnë. E këqyra, thashajt ta qes në YouTube një video dhe një sondazh, thash vesh ta këshyri qka, qysh për dele sope, edin. Po kur e pash 1300 vetë që këshin votu, thash, boco, 1300 votus që këshin votu në këtë par sondazhi, veç këshër në burë, shka me po, veç këshër në. Nuk e dhja për e del mirë juve atje, ju, po, kjo është sondazhi 92%, sa për bjen 92% për Albin Kurtin kanë votu 1300 vetë në YouTube. Edhe 8% për opozitën komplet, me shkije, me magjope, me shqiptare, me tanat, i kom shti në opozit, për 1300 vota, për Albinin, pas kanë votu 92 vetë. A i quen këto për vaqicat e opozitës, të një për qyshe tje ke bon. Po në këmbo këm qitë një YouTube, a i tash, unë nuk moj me anal dorën kërkuna, voto, mos voto, kush dënë me votu, votën. Po 1300 vota kanë votu veç për Albin Kurtin. Tash llogarete veç që ta me votu, ta bojnë qeverien. 1300 vota herë 3 kanë, se cilë ka familje, grua, fëmijë sana, ka 4-5 vota, po bojnë 10.000 vota veç që. Me një sondazh të vogël e unë nuk po tham që Albini shkon 92, po mundet me shku 80%. Se 92 në ashta nuk s'mundet me shku. Ama edhe 80 nuk janë pak, adin, do të me konik nësë në Albini me shku për shemëll 80%. Se qka kum vrejt une, krejt këtu pevashka që vinë që shojnë, edhe një pjesë e madhe, po thamë 60% e opozitës që vinë e shojnë në përkomente, këta në fund të votojnë Albin Kurtin, po nuk guxojnë me kallëzu aty në shefa vetë, kanë për votojnë, e thurën në përkomente që shtu të shoh anina kënjena, a krejt votojnë Albin Kurtin. Se ndryshe nuk mundet me marrë 80% Albin Kurti. S'ka shans. A mo kështu haptas nuk guxojnë me dalë, se nashta i qesin për punës, a shka për dionë, se cili ka të problemet e veta, amo i sigurt që 60% e qytyne që shojnë për komente në Facebook, TikTok, YouTube, këta votojnë Albin Kurtin. Jam i sigurt 100%.
Veç që dojnë me kalzu aty në tjerve që na jena me juve, aty në mas mëro me avmull, kërk. Me thonë, jo mërë, me juve ju kena votu, po atje të kutia ka shti për Albin Kurtin, se ka dhonë votën nesë. Allah, nese pak pëmlimën, besër, pëmlimën, ta një lima për shumë ka me të kërkun heq, as me hatën, as me fatën. Ai Albini a dha një fashon që ko gjatë mirë, një herë e erdhë vera ka dera dhe atina, po nuk e pranoj të menu që ka më bon shumë ma i madha, dhe që është tash, ka rënë fund pusit, as progin së në kalën, as ata të pëdykës, ata heqe ma heqan, as e këshin marrë heqa, as e këshin përmot bëli. Këshin tonë, e zberan, këshëri punë të tua, qëfar ti s'po dona me pas punë me ty. Këtë dje e pash dikun se këm pas po moti, o pa tup, dje të bërtit me një par mitingu i shkon, të thonë, kur të hina në parlament, kena më bon bashk me pëdykën. Paj, përpar tash, kur i ka nevoj për votat e tua, pëdyka s'ka morë, e për të merë ty atëherë dë deputeta një, dhe me hinë që se heni, ati më bon në farë me kërsit në e bumë atomike në kënë, e në shtaheni, se për nërshë e shansë nuk i, po, jo po kur të bohët, tani na kena me hi e më bon koalicion bashkë me pëdykën, se na kena ves një amën pëdykën. Ti me pas dash pëdykën, kështë najtë pëdykës, kështë dollë me bo partit tonën. Ashtë shumë e thjeshtë, dhe tash jo për s'pët hecë, valla, po du më këthy ato, ja, së pranojnë ata, ja, kështu janë të meqëm, për kësi punë të atë pëdykës, nuk jahojnë të forët e Fatmirit. Po nesër për përshëndes njerë, tani shijem, nashta ma vona nesër me na video ma trej. Kaloni mirë, falemderit, respekt për juve gjithve që më supportoni, më përkrani, lajka, komente, se nashta ka njerë s'muj me o këthy komentet, se po ka shumë të morë tash me fushat e pushtë për pjetë. Po ju falenderoj se cilën një ka një prej të parit dhe të fundit, që më keni përkra dhe i sot dhe i një kam përkrani, e respekt për gjithë i shala, javqes ka i kafe, kur takohëm, rastësisht ta nuk e di qysh, po, i shala javqes ka i kafe krejve. Ju përshëndes e kaleni mirë. Qka po që diti qatë shumë me këtë fjallorin e pëdykësët, ledykëse, jo po shoti, jo po tha kështu, jo bre po këta kanë po zanot prej mas luftës, jo po nuk i kanë sefte këta, jo këto sene janë prej mas luftës, ngoni, se nuk besën. Që nuk ka fjallun i ndala mikrofonin, edhe thash, me gjatoci. Ndalje pastaj, edhe tash dur të më ndridhen aja dhe Fatmir Limaj. Ngoni. Po tha që në rrëllë parë një fjallor që nuk ekziston fjallorin tim edhe kur të përlahna dhe me miqë, unë nuk ekziston fjallorin tim. A ju tha juve? Po një shumë. Pasi janë dole fjallën? Jo, tu dalë. Tu dalë? Përfundoj seancat e parë për skejnë. A edhe Fatmir Lima? Po. Unë ju kanë fy. Fyrjet, unë thëmë fyrjen më të madhe në histori për herë të pare dhe deri tash që të kush nuk më ka bo. Edhe unë disa herë e lutë. Kryetari i partijes, dhe me thonë, po këta tjertë më të voglit që shojnë, ta nuk qënë pesh, se mësu për atinat madhit, për kryetarit, tja shonë me nanë, me bobe, me thmije, me shkako. Edhe, kur gjonë, se po thojnë Albinin e ka prunë këtë farë sistemin e fyrjes, jo, e keni pas jo, ngoj tash këta të lëdëkës, këta akademikat, këtë farë kujtim shalën, qysh e shonë me rabë. Konkretikime njëve, nuk lejojnë më na shumë. Jo, ka dalë. Ngone, kujtim shalën. Tash deputeti Abdiziku e ka kohën e replikës. Që këj kujtim akademiku, këj akademiku i lëdëkës, ja shonë me nanë, me babe, me thmi, Albin Kurtit, edhe qohet thët unë jam akademik.
çka pritet për këtyne akademikave. Tjetra, edhe ma e ronë, nga në kadre veselin, a merë ngoj, Nuk lejojmë na shoh familjet edhe robët tonë. Për pjesë, po ta ja fjalën shqyr Zotit që nuk të kom dëgju. Qatë gazin lotësijat së ngoj të kësha shti. Tjetër sen s'kisha mujt me ba, veç ata pol. A e përdor me goj shumë? Der në ditë Zotit s'ka dal njeri me shoh, as kujdes me shpresë. Problemet e na shqiptar që na, me të vërtet e kena trunin e vogël që s'na ponan heq, nuk e shtim përdërim heq, se na memorin e kena veç 3 orë, ma shumë s'manen men. E keqe jam është që unë e moj men shumë. Edhe mu kujtutën këtu adin, se ishin qu këtat për dykës të thonë, Albinin e ka prun këtë farë problemin e sharje se këto, jo, këto sharje, këto sene janë konë qysh prej mas luftës që janë bon këto shumë në parlamente, jash parlamentina për debate televizive në tanon. Nuk i ka prun Albini. Ky bile i ka nalë se unë Albinin halon nuk e kom një të isha gratë, së kur këta që shëshojnë si kadre veseli që i theta a mertin goja, adin deputetës në parlament me 100 kamera i ka onash, i thet a mertin goj shumë. Adin qëfar, kjo, po na është problemi se na harrojmë shpejt. Që do që ja nalë mikrofonin se s'ka pas problemet e tyne shka në konë atër, kur dalin të dera t'ja shojnë me nanë, me bab, me thmi, me qik, me ato, me këto, me tanat, bim. A i Samia kjo është i fundit e burë, kjo të ke fundit tonë vesh kryetar komune. A i kanë sho akademik, kanë sho kryetar të partijes, edhe i këna harru këto sene, ta shishin qu. Unë e për vete, jo që po du me mbrojt Samien, se s'kam kur gjo me to, po edhe këtë maturshin nuk kam shka me mbrojt se kjo është si Shote Galica. Me 4 postime në Facebook i ka palu krejt opozitën. Nuk kam shka me mbrojt se e mbrojnë vetin. Nuk kam unë shka me shtu ma shumë, kur aja është e ofë me mbrojt vetën ma mirë, 100.000 herë ma mirë se one. Sa e ka qitë në depresion opozitën. Komplet opozitën me 4 statuse në Facebook ti ka qitë në depresion. E për fjallorin, a fjallorin është, me thonë vërtetën, që të fjallore kena 99.9% shqiptarve kena fjallorin e Samiljo Shtokut, nëse kena fjallorin më të mirë. Tash na dolëm e në zonë një se ka dolën televizor ka thonë, po na që si krejt jena, që shojme. Unë e kam qëtu në komente, vjen me flamor këtu që kësë atu, ta shoh nonën e babën e thmijen e krejt. Edhe qaj njejti del tash të mbron, edhe ta shohën thët jo, po nuk ban me shoh gruën. Po ti kur e shohën dikan, ti a shoh nonën. Po dhe ja nona që atina është gruë. Se kur të hargjohen argumentet, na kem një ma shkur të bim. Hajtë me se për tja kaj bip, se ti nuk din kur gjo. Se trunin e vogël na nuk e shtim për dorim. 90% e populatës jem qësi, po tham nashta 2% janë sjellshëm që nuk din për me shoh. Se jo për na krejt jem qësi, që shojmë sa katojmë. Tash. Këto rejtje, këto sene që thujnë ta për dykës, jo po Albini ka prun, jo po Albini ka nalë që tu, se që janë konë për para, që shlimojnë me nëne, këto kjo shkaflitet sot, për para ka posa dhe vepra, se këta të lë dykës zdo herë, jo e dini shumë mirë, sa herë janë ankun zdo fushat, thët për dykëja në ka bra, përmi 100 aktivistat LDK-s janë vranë prej PDK-s. Ata çdo fushat ankohen me që ta. Të pak të në Albini që ta ka nalë që të vraset politike që 5 vjetë s'kena një. Vrase ordinere po ka pas, në këtë botën vritën gjinja. Amo vrase politike që 5 vjetë që ka ardhë Albin Kurti, nuk e kena pas as një. Sa kam unë në memorje, as një vrase politike s'ka pas. Se kjo vrodhe, tap lap.
E tash po del që nuk janë politike, po janë konë biznisore. Gjënë që janë morë me biznise, me sene, për që ata të ko kanë brose. Për politik, s'po ma mërmene që gjinja janë bro ka shumë. Që shtojnë të atë lëdykës, edhe mas mërëmi shkojnë prapë me këta, me pëdykën, edhe e akuzojnë për vrasës, edhe shkojnë bashkë me të arrin, bashkë i bojnë votat, bashkë votojnë kundra mërgatës, bashkë votojnë pros listës serbe, gjithë shka e bojnë bashkë. A ne në dalin, të atë lëdykës, të patriotat, thojnë, ja, për dykyja në ka vro 100 aktivista. Shërë, qëfar pise e? Jo, mos shite patriota. Jo, se gjinja kanë memore, i mojnë men, kushini, edhe kushini konë, edhe kushini sot. S'moni me thonë, jo, anine e kënina. Ne, se për ju përshëndes një herë, e ju presën komente që ka me ndonë ju.